Lenci, reagimi Ramës? Formalisht duket sigur ka të drejtë. Në Evropë nuk ka protestat organizuara nga partitë politike, nga opozita. Po Rama vetë nuk është parti europiane? Se Rama ka bërë vetë të gjë. Po flasim për një njëri që e ka ushtruar këtë gjë. Nuk po flasim për presidentin e OSBE-s. Rama e ka bërë vetë. Pra kur themi formalisht ka drejtë, Rama e ka bërë këtë gjë. Shiko, ka një gjë që shumë e çuditshme. Si teolog, ne do të shikojmë Ramën si personazh politik, e ka bërë vetë apo s'e ka bërë? Gabim, po më po, e ka bërë. Dhe të thash e ka bërë edhe më të fortë, thash. Simboli është 21 janari, po ka një gjë shumë të çuditshme në Shqipëri. Në momentin që merr syzet e kryeministrit, bashkive të vetët. Kur merr syzet e kryeministrit dhe shikon nga kati i dytë njerëzit që protestojnë poshtë, ata duken si mize, duken si milingona. Dhe anasjelltas. Pra të njëjtët njerëz, të njëjtën situatë, varësisht pozicionit të tyre, në pushtet apo në opozit, e shikojnë në mënyrë krejt të ndryshme. Rama përdor me stilin e vet, po të njëjtën gjuhë që përdorte Berisha dje ndaj protestuesve, dhe anasjelltas. Kur them që ka të drejtë formalisht, këtu ta kisha fjalën tek fakti që në Evropë nuk ka parti politike të cilat organizojnë. Opozitat ndeshen me mjetet të tjera, ndeshen në parlament, ndeshen me mjetet e opinionit publik, ndeshen në kutinë e zgjedhjeve. Në Shqipëri kjo garë është totalisht e pabarabartë. Opozita shqiptare ka shumë merë më të ngushta këto hapësira për betej, dhe kjo është e para, dhe e dyta në Shqipëri mungojnë ato strukture të cilat do të bënin shtyllën kurizore të shoqërisë, shtyllën kurizore të protestës, sindikata, grupe të caktuara shoqërore, qoftë edhe huliganci kundër Rama i quhen me përçmim, apo rrugaç lagjeje vandal. Dje ata quheshin protestues, nga Rama opozitar, këta i quhen dhe protestues të ndershëm, shqiptarë të ndershëm që zduronin regjimin e Ramës. Prandaj po të them që ka këtë lloj përplasje. Nga ana tjetër, ndoshta unë jam në ekstremin e kundërt e asaj që besoj që do të bëhet. Ka dy shembuj fantastik, një që vjen nga bota e largët dhe kohë e shkuar, një që vjen nga gjysma e shqiptarëve. Para se të japë zgjidhjen. Nuk jap zgjidhje unë, se po të kisha zgjidhje e kisha bërë reagimin e Ramës. Jenda? Reagimi i Ramës është ai që pritej. Dhe unë kam përshtypjen që sa më e dhunshme protesta e opozitës, aq më shumë Ramës i intereson. Le të themi i intereson në thonjza, sepse mënyra se si politikisht Rama ka etiketuar opozitën, edhe qeverisjen e Berishës e tjerë, dhe e ka mbajtur si kartë për një kohë të gjatë deri në zgjedhjet e fundit. Jo, se çfarë bën Rama? Është korrekt reagimi thotë ky? Është i pritshëm, është korrekt, domethënë në pozicionet në pozicionet politike është në profilin e kryetarit Partisë Socialiste. Për mua jo si kryeministër. Ka shumë arrogancë në atë postim, dhe le të themi ka shumë etiketim të opozitës. Por unë kam përshtypjen që politikisht Ramës i intereson ta bëj edhe këtë gabim apo dhe këtë mos korrektesë. Domethënë kosto e kësaj mos korrektese, ati i kthehet. I interesojnë protestat. Po të rri populli but, Rama është i mërzitur. Po ti protestojnë, i interesojnë. Nuk them këtë. Po këtë po thua? Jo, nuk them këtë. Se pak a shumë edhe lenë që këtë. Jo, nuk them këtë. Unë them që Ramës i intereson që Partia Demokratike edhe Sali Berisha të etiketohen si ata që shkatrojnë shtetin, shkatrojnë institucionet. Dhe kjo nuk është hera e parë që Rama e përdor këtë. Domethënë e përdor në postera, e përdor në politik, pavarësisht se Rama i ka bërë vetë këto protesta në 21 janar siç e kemi parë. Por ai e ka përdorur këtë narrativ. Dhe deri diku kjo narrativ i ka ngjitur. Të njëjtën gjë ka bërë, kishte transmetuar sot media shtetërore të Iranit. Opozitën të dhunshme dhe thoshte po pengon turizmin. Ti thua që edhe Iranët i interesojnë të protestat. Jo, mos më nxirr nga konteksti tani, po flas për një kontekst, një sekond, po flas për një kontekst shqiptar që ka 30 vjet
që kjo dyshe dhe kjo politik kështu luhet. Ata i etiketojnë këta gjithkohë si e keqja, agresivët, njerëzit që nuk ndërtojnë shtetin, njerëzit që duan të bien kryeministrisë me arkivol, më fal. Por po ketë njëtën sot ketë kryeministrisë me arkivol të kujt? Po tash, domethënë po flasim për 97, po flasim për 98, po flasim për histori që një sekond, se kur ta thua kryeministrisë me çfarë arkivoli është rënë? Arkivoli dhe kujt? Me arkivolin e kujt? Të kryetarit partisë parë, kryetarin e parë partisë opozitës, të vrarë në bukën e tij, nga njerëz me uniforma. Po ku i thua i vjet. Ta nuk shkuan nga dasma, po një sekond, Po them si e kanë përdorur. Por pas asaj proteste çfarë ndodhi? Po mbaj qendrim. Çfarë ndodhi pas asaj proteste? Unë nuk po mbaj qendrim. Pas asaj proteste iku Fatosnan. Mirë më tash. Dhe Rama si intereson ti sa më e thonë proteste që Rama dal i bukë. Ti beson këtë, unë besoj diçka tjetër. Unë besoj që Ramës i intereson që ti etiketoj ashtu si që i etiketoj në status dhe të humbas, le të themi, edhe atë sharmin që ai do të ketë si një njeri paqeruajtës, paqedashës që edhe po themi drejton edhe për opozitarët e tjerë e tjerë. Domethënë ti e Ky është mendimi që kam unë për Ramën. Po. Edhe para se të jap mandit. Kemi një rast, një analogji. Edhe presidenti. Okej. Edhe presidenti Trump i etiketon të protestet që bëheshin në një shtet në Amerikë, me të njëjtën gjuhë, akuzon të opozitën atje. Sot i tërhoqi trupat, edhe njoftoi që kisha një telefonat të shkëlqyer me guvernatorin, me ish kandidatin për president të Kamala Harris. Në fakt duhet gjejmë zgjidhje dhe tërhoqet një sekond. Ne kemi historinë e Amerikës. Ne po flasim për ato 30 vite politikë që është bërë këtu. Funksionon protesta. Jam duke thënë që funksionon protesta. Edhe po flas për Trumpin që nuk shquhet për një fines, arrogancë kanë fjalor. Dhe sot bori hap mbrapa dhe e falenderoi guvernatorin. Deri thoshte po e shkatron Amerikën, majtistët, që në këtë rast mund të them që ka pasur të drejtë, por gjithsesi, a ka rezultat protesta ja ku e ke? Mandi? Është sa i takon Ramës, ne në shkurtimin se Rama dihet se kush është. Pra unë e shoh deklaratën me gjuhën tipike të regjimeve kur afrohet fundi, pavarësisht se kush është ky regjim. Mbani mend në si etiketoshin ata që në ambasada në 90-të. Ka shumë një gjuhë, rrugaç, huligan, vandal, etj. Si etiketoshin edhe ata që dolën në protest 21 janar, kokkalar, shumë. Kjo është një gjë. Dhe është gjua kur njeriu fillon të degradon. Dhe vetëm gjë aty që kishte një element ky që do të tregohet sikur është edhe bashkohor dhe ndoshta beson që njerëzit nuk regjistrojnë rekordet e tij, por regjistrojnë vetëm rekordet e kundërshtarëve. Ky thotë që nuk ka parti në Evropë që thret protesta të dhunshme, ka fjalën, pra që bën dhunë. Po nuk di asnjë vend në Evropë ku opozitës nuk i jepet asnjë drejt parlament. Ku opozitës nuk i lejohet të krijojë as komisione.